Qeveria italiane ka vendosur të përdorë qendrën e Gjadrit në Shqipëri për ndalimin administrativ të emigrantëve të palishëm në pritje dhe dobimit. Ky është parimi mbi të cilën bazohet vendimi i ri i qeverisë Meloni për të përdorur menjëherë qendrat e pritjes në Shqipëri, të cilat prej muajsh kanë mbetur bosh. Qeveria italiane ka miratuar gjithashtu një mas për kufizimin e dhënies së shtetësisë përmes të drejtat e gjakut, e cila tani do të zbatohet vetëm për 2 breza. Po ashtu, është miratuar dhe një mbrojtje ligjore për forcat e rendit të përfshirë në hetim për përdorimin e armëve në detyrë. Nuk bëhet fjalë për një imunitet penal, siç ishte propozuar më parë, por për një procedurë të shpejtë arkivimi të rasteve dhe mbulimin e shpenzimeve ligjore nga shteti, pa pezullim nga detyra apo pasojë në karrierë. Kjo është një kërkesë e sindikatave të policisë. Dekreti është i nevojshëm për të modifikuar ligjin e miratimit të protokollit Itali-Shqipëri, për të cilin qeveria italiane nuk e shet të nevojshme një rishikim. Sipas ministrit të Brendshëm Matteo Piandosi, bëhet fjalë vetëm për riaktivizimin e një funksioni ekzistues të qendrës, atë të qendrës së kthimit. Ai shtoi se brenda pak javësh apo muajsh pritet një vendim nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë që qeveria italiane beson se do të jetë në përputhje me qëndrimin e saj. Pra, qeveria italiane nuk po ndryshon destinacionin e qendrës, por synon ta përdorë edhe për ndalimin e emigrantëve të palishëm në pritje të dobimit. Fillimisht, kjo qendër ishte menduar për mbajtjen deri në 28 ditë të azilkërkuesve të shpëtuar në det për anija ushtarake italiane, të ardhura nga vendet e konsideruara të sigurta për t'u nënshtruar procedurave të përshpejtuara të kufirit. Tani, emigrantët të ndaluar në Gjadër mund të qëndrojnë aty deri në 18 muaj, derisa vendet e tyre të origjinës të pranojnë kthimin e tyre. Kjo do të thotë se emigrantët të palishëm të ndaluar në qendrën e ndalimit të emigrantëve pranë Romës do të transferohen në Shqipëri në pritje të dobimit, por më pas duhet të kthehen në Itali për kthimin e tyre përfundimtar. Duke marrë parasysh se mesatarisht vetëm 50% e emigrantëve të ndaluar në qendrat e pritjes arrin të kthehen realisht në vendet e tyre, pritet një rritje kostove për shkak të transportit të vazhdueshëm midis Italisë dhe Shqipërisë, pasi çdo emigrant i ndaluar duhet të shoqërohet nga 2 policë. Përveç këtyre sfidave praktike dhe financiare, operacioni ngre dhe dyshime ligjore. Rregulloria e re evropiane do të parashikojë qendra pritje në vendet e treta, por jo më herët se viti 2027.